baktin që e kanë therrë, ka qenë për idhujt. Baktia e therrë për idhujt. Baktia që kanë ngordh, s'ka pasur më bërë për Zotin. Nuk është veç tek idhujtarët. Manifestohet në forma ndryshme, jo me këtë nivel, po me nivele pak më tulta, po megjithatë ekziston edhe tek shumë besimtar. Njeri kur don me bë plan me lezu Kur'an, nga tërësia e kohës që e ka, koha për prioritete, koha për domosdoshme, për të nevojshme, për çdo koha, në cilën pjesë të kohës është Kur'ani? Kur të mdel kohë. Në koha më vitale, koha më e rëndësishme është për tjera aktivitete. E për Allahun kur del vakt. E ke po njerëz për shembull, kur thosh, e pse Allah se fal namazin, vallahi s'po kam vakt. E çat vakt që e ki, që ti do vakt e ki, apo çat vakt që e ki, ku të pija jap apo? Ku të pija çat vakt? Qysh ku të pija japi po? Po dhe mirë, ku të pija çat vakt? Jo, s'pija jap Allahut apo? Pija jap vetes, e psheton. Pija jap shoqnis, pija jap apo? Nëse del vakt për Allahun xhalla xhalu. E mirë, kur të bllokohesh një jetë tani apo mënesh. Kujtë të thosh Allahu ta zgjeron. Çashtu të sadaka fardhë. Allahu tha lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni më arrit bamirësinë reale derisa nuk e japni ato që në më dani ato. Njerëzit për shembull japin sadak ato që se përdoren apo. S'po më kryen punë, ja do më mirë dikush në fukara edhe ngjit që kjo sadak. Edhe kur përmendet deri sadakës, ai thot vetë atij, "Hamlo në kumdhon ato." Jo, ato që se ke përdori e ke dhonë, mos e ngja ato sadakën e sevapeve që kallëzojnë hadithet sa mire me dhonë, po? Kurban kur do me therë. Zban me konë kurbani një kom çalan, pa një bri. Zban Allah, do me konë një kompletum se për Zotin pep, s'paku një herë në vjetë, jepe për Allah në matë mirë në bora,